Mirë, për zhvillimet më të fundit me gjykatën kushtetuese, por jo vetëm me kënaqësi do të bashkëbisedojmë në studio me avokatin Drit Sefën. Avokat Seva, faleminderit. Faleminderit për ftesë. Kemi një vendim nga ana e gjykatës kushtetuese apo jo? Do të marrë shqyrtim kërkesën e Këshillit të Ministrave, rrjedhimisht hiqet nga pezullimi zëvendës kryeministri Balluku apo jo? Jo, janë dy vendimarrje të veçanta. E para është kalimi në seancë gjyqësore të kërkesës kryeministrit për shqyrtimin e vendimarrjes dhe interpretimin e dispozitës ligjore për pezullimin dhe ndalimin për ushtrimin e funksionit publik të një antarit kabinetit, dhe kjo është një lajm shumë pozitiv për mendimin tim, sepse në fund do kemi një interpretim përfundimtar të kësaj dispozite. Është vendimarrje që gjykata kushtetuese vlerësoi e ka marrë të drejtë. Dhe vendimarrja dytë lidhet me pezullimin e efekteve të vendimit të GJK-s për pezullimin nga detyra. Për masën e sigurisë. Pra, temi qartë, Seva. Fakti që e merr në shqyrtim, heq pezullimin? Jo, nuk është automatikisht, është një vendimarrje tjetër. Domethënë, gjykata mund ta merrte në shqyrtim dhe e lindte prapë në fuqi. E lindte prapë në fuqi. Ka marrë vendimarrje, është vendimarrje e veçantë, që thotë marrjen e masë sigurimi duke pezulluar efektet e vendimit të GJK-s. Në këtë rast, zonja Balluku me gjitha drejtat kthehet në detyrën e saj si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës, ndërsa gjykata kushtetuese në datën e parë efektive për zhvillimin e seancës, datën 22 janar, do të bëjë seancën për shqyrtimin në themel të kërkesës së kryeministrit. Mendoj që kërkesa e kryeministrit duhet të shqyrtohej në themel, sepse është e rëndësishme. Do të jetë një seancë e hapur me grupet interesit. Jo me grupet interesit, me palët në proces. Po, palët në proces, ato janë palët në proces, që kanë shprehur interes. Dhe mendoj që kjo është pozitive, sepse duhet një interpretim përfundimtar të këtij kazusi, është për herë të parë që ndodh. Është kazusi i parë që ndodh në të drejtën shqiptare, në Republikën e Shqipërisë, dhe si rrjedhoj duhet kemi një interpretim përfundimtar. Prandaj gjykata kushtetuese për dhënë një interpretim këtyre situatave dhe këtyre kazuseve. Për të mënjanuar një precedent të ngjashëm, për të mos ta bërë precedent. E rëndësishme është që në rastet ngjashme si duhet veprojë gjykata kushtetuese, GJK-ja ose gjykatat e rrethit. Do të thotë, GJK-ja është gjykata e posaçme që merret me të gjithë veprat penale që lidhen me deputet, ministra, kryeministër, president e gjitha me radhë. Ka në bazën e 75A të Kodit të Procedurës Penale. Dhe në rastet të ngjashme në të ardhmen si duhet veprojë GJK-ja, që do të thotë, nëse gjykata kushtetuese thotë që nuk mund të jetë masa ndaluese pezullim nga ushtrimi i funksionit publik për një antar të kabinetit, atëherë GJK-ja praktikisht nuk e merr më dot këtë masë ndaj antarëve të tjerë pa ju drejtuar më parë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Kuptova. Vendimi i gjykatës kushtetuese për heqjen e pezullimit si ndikon në proces? Në procesin që është në gjykatën kushtetuese apo në procesin në GJK? Nuk ndikon fare në GJK, për mendimin tim prokuroria për veprën penale për të cilën ka kërkuar saktimin e masës sigurimit ka hecur mjaftueshëm, ka arritur në konkluzione empirike, në konkluzione vetë prokurori është i bindur për akuzën që ka ngritur, përsa koja ka komunikuar dhe mendoj dhe nga hetimet që ka kryer ka një garanci të madhe për vërtetimin e asaj akuze dhe çuarën deri në fund të gjykimit dhe të akuzës ngritur prej tij. Mendoj që prokuroria po jeton për vepra tjera penale, sepse për këtë është e bindur për atë akuzë që ka ngritur. Pezullimi në gjitha rastet mund shtëriesh në një afat 3 mujor, jo më gjatë, dhe shërbente vetëm për t'i dhënë kohë prokurorisë për të administruar prova ose për të bërë hetime shtesë në një kohë sa më të shkurtër. Besoj që dhe shpresoj që prokuroria pas komunikimit të akuzës sa më shpejt i mbylli hetimet dhe t'i drejtohet gjykatës për kalimin e çështjes në seancë gjyqësore dhe për vazhdimin e çështjes normalisht çështjes penale në vijim. Sepse akuzën për shkelje të barazisë tendre ka komunikuar zonjës Balluku. Është zyrtarisht e pandehur. Dhe në përfundim të këtyre hetimeve do e çojë çështjen në gjykim. Qartë. Seva, doja që të flisim gjithashtu edhe për atë që ndodhi në KLP ditën e djeshme. U votua kreu i SPAK. Ajo që natëroi që vëmendjen gjithëve, do mendja edhe ty, ishte prezenca e shtuar e ambasadave apo jo. Përfaqësues të trupit diplomatik ishin pothuajse gjatë gjithë kohës që 4 kandidatët ngar u morën në pyetje dhe shpalosën platformat e tyre. Për ty kishte diçka që shkonte në gjithë të vëmendje apo është krejt normale?
siç e dini, këto janë struktura të posaçme, ngritura me ligj të posaçëm, madje janë të organizuar në kushtetutë, janë të reflektuar në Kushtetuën e Republikës së Shqipërisë. Fatmirësisht që ishin, sepse qytetarët shqiptar ka nevojë për garanci, duke pasur në konsiderat që ne jemi në një administratë publike, në një shtet edhe në një mazhorancë e cila është shumë e prirur për të futur tentakulet e saj dhe ka vullnet të jashtëzakonshëm që të ketë në kontroll strukturat e drejtësisë dhe aq më shumë strukturat e posaçme, mendoj që prezenca e këtyre diplomatëve dhe këtyre miqve të mëdhenj të Shqipërisë bëri të mundur që ne të kishim një garë të drejtë, kishim një garë të cilën u vlerësua si shumë pozitive, njohëm kandidat shumë potencial, të katërt ata ishin prokurorë të shkëlqyer, me karrierë të shkëlqyer, të cilët kanë një kontribut shumë të madh për punën që kanë bërë deri më tani. Fakti është që prezenca e këtyre miqve të Shqipërisë, unë nuk i quaj si diplomatë, janë miq të Shqipërisë. Se aty nuk ishin ambasadori i Kinës dhe i Rusisë, aty ishin miq të Shqipërisë. Ishte një sinjal shumë pozitiv për garantimin e pavarësisë dhe garantimin e vazhdimësisë së një pune të shkëlqyer që është bërë me drejtues të mëparshëm. Seva, prania e tyre ishte për të mbajtur larg politikën, për të mos u përfshirë në këtë proces apo për të influencuar procesin, pra zgjedhjen. Tani ata, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë të qartë në objektivet e tyre. Ata kanë bërë të qartë me veprime konkrete që SPAK-u është krijesa e tyre, dhe ata do ta mbrojnë në çdo kusht. Kemi dhe ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, i cili në mënyrë të përsëritur përçonte politika shqiptare, por edhe të publiku që SPAK-u ka mbrojtje maksimale edhe të Bashkimit Evropian. Edhe kjo është një strukturë dhe është një institucion i cili na garanton atë çka nuk e ka pasur më parë. Të drejtën që çdo shqiptar dëshiron të shohë që këtu në këtë vend nuk ka të pa ndëshkueshëm. Këtu çdo kush është i barabartë përpara ligjit. Edhe kjo strukturë e posaçme e ka kthyer këtë besim qytetarëve shqiptar. Fatmirësisht SPAK-u me punën e tij, të gjithë ata prokurorë janë njerëz të cilët i bëjnë nder Republikës së Shqipërisë. Janë njerëz të cilët punojnë me përkushtim për të gjithë ne dhe realisht kanë bërë punë të shkëlqyera deri më sot. Nuk kishte asnjëri nga ne nuk e mendonte në 2019 kur u krijuar dhe kur filloi punën që ne do të kishim sot pas 6 vjetëve rezultate të këtij niveli. Nuk e imagjinonim dot. Nuk ka pasur përpara Republikën e Shqipërisë të vende një ministër. Dhe këto rezultate kanë ardhur, po thoni Seva, si pasojë mbështetjes ndërkombëtarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Domosdoshme, ju e mbani mend në janar. Mbështetje. Ja po them, ju e mbani mend në janar se sa veta duart rokisnin ikën amerikanët, se do vinë Donald Trumpi, se këtu do shkrihet SPAK-u, se do ishin të gjithë ekzaltuar. Ndërkohë unë në studion tuaj kam thënë, do jetë edhe mbështetja do jetë dhe më e madhe se me administratën Biden. Dhe vërteta është dhe më e madhe, sepse ata janë aty në mënyrë të vazhdueshme. Edhe janë miq tan, po është mirë apo është keq që le të themi janë prezent, që ndoshta edhe influencojnë, që ndoshta edhe i mbështesin kaq fort këta prokurorët shqiptar? Me të drejtë unë nuk jam. Se ky ka qenë debati i këtyre 24 orëve, të jemi sinqertë. Unë jam advetar dhe sovranist atyre sa duhet të jem. Po nuk jam sovranist maskarad në kuptimin që duhet të jem vetëm sepse ne sa e duam ne Shqipërinë nuk e duan të tjerë. Shqipërisë vetëm mirë kanë ardhur nga miqtë e saj. Domethënë, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë atë për shqiptarët dhe për kombin shqiptar kanë bërë atë që asnjë mik tjetër, asnjë komshi jon, asnjë i afërm jon në këtë vendin ku jemi nuk ka bërë për Shqipërinë. Kanë bërë shqiptarët në 2 shtete zotëri. Kanë bërë të mundur në 2008 në Tiranë të deklaronin pavarësinë e Kosovës. Kam lobuar në gjithë Europën perëndimore që ai shtet njihet sot dhe të jetë i pavarur. Garantojnë sigurinë dhe pavarësinë e Kosovës sot. Kanë bërë të mundur që në Shqipëri me influencën e tyre të vinte rendi demokratik. Dhe që futën Shqipëri në NATO dhe në Bashkimin Evropian që në 95-ën, pavarësisht se ne ishim dhe vazhdojmë të jemi akoma të pazhvilluar në atë nivel që duhet të jetë për ta konceptuar si politik antarësimin në institucionet perëndimore. Por jam duke të thënë që neve veç mirë na kanë ardhur nga miqtë tanë. Dhe duhet jemi përjet mirënjohës atyre. Se ata rrinë aty në mbledhje,
do zotin në çdo mbledhje të qëndrojnë. Për mua, sa mbledhje të ketë KLP-ja, KLG-ja, të jenë aty. Të kemë prezencë të përhershme. Nuk kam asnjë shqetësim, asnjë keq që nuk i vjen shqiptarëve, as nga Bashkimi Evropian dhe as nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Veç mirë kemi parë nga ata. Edhe sa më shumë sa më e madhe prezenca tyre, aq më e mirë është. Aq më mirë është për qytetar shqiptar. Se janë pasaj ca sovranistë që përdorin sovranitetin për maskarallëk politik, që duan të kenë fush lirë që të vjedhin sa më shumë, pastaj kjo është politik hajduçe, po unë mendoj që sa më madhe jetë prezenca e tyre, aq më mirë e sjellin në shoqërinë shqiptare. Qartë. Seva, debat ka pasur edhe mbi pyetjet e antarëve kundrejt prokurorëve që ishin gardë ditën e djeshme. Një nga pyetjet, do thoja më pikante, që disa në fakt i vendosi edhe në siklet ishte nëse do të vija unë të kërkoja ndonjë favor, çfarë do bënit. Dikush u tregua sportiv, duke thënë do të shoqëroja, do t'i bja një kafe, po ama do të vendoste ligji, disa të tjerë në një formë tjetër. Po askush prej tyre nuk tha, nëse do vijet e unë, do të raportoja që ke ardhur për të më kërkuar favor. Ka debat në këto pyetjet që ju drejtuan, por edhe përgjigjet që dhanë prokurorët, apo? Disa janë pyetje konsumi, disa janë pyetje thelbësore. Tani kjo ishte pyetje konsumi. Tani nëse ajo ishte një softball që po pse nuk tha askush do të raportoj? Sepse ishte shumë A duhet të raportojë një prokuror nëse dikush shkon dhe i kërkon një favor? Në Republikën e Shqipërisë, në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë ka vepër penale ushtrim ndikimit paligjshëm. Edhe normalisht ajo është vepër penale. Nëse vjen tjetri për të ushtruar ndikim paligjshëm, është vepër penale, ka detyrimin. Jo si prokuror, si çdo qytetar ka drejtën, ka detyrimin të bëjë kallëzim në rast se ai është ndjeni të një vepre penale. Por ajo ishte një pyetje të cilën prokurorët normalisht edhe kandidatët e kaluan me sportivitet, se nuk mund të thuash zonja që bëri pyetjen, po ta dini, është pedagogja që ka formuar të katër ata, edhe brezat në vijim, domethënë është pedagogja ime, gjithë me radhë, domethënë është një institucion në fakultetin e drejtësisë. Dhe mendoj që edhe për faktin çka përfaqëson personi që bëri pyetjen. Mos vetëm vetëm tek pyetja. Mua më bëri përshtypje si qytetar, duke qenë se është eksakt siç si thatë ju. Edhe një qytetar i thjesht duhet ta denoncojë diçka tjetër. Që ata e dinë procedurën dhe jeni bindur që e bëjnë. Siç e ka thënë Altin Dumani, që nuk kam pranuar kurrë ndërhyrje në ushtrim funksioneve të mia gjatë mandatit tim dhe kam mbajtur institucionin pavarur. Ai ishte një standard i ngritur tani më. Drejtuesi i ri, që standardi i ngritur doja që qëndronim. Braut, do të shkoj përtej këtij standardi, si e shikon tarmën e SPAK? Qofse Altin Dumani kur erdhi, mori një institucion i cili sapo ishte krijuar në vështirësi e sipër, nuk kishte BKH-n me vështirësi të mëdha, u krijua BKH-ja, kishte një mal me dosje nga OFL-ja, që nuk di ç'them, domethënë mandati i parë i Erben Krajës ishte krijimi i institucioni që nuk ekzistonte, me pak fjalë. Qeveria bëri të mundur që ta ngarkonte me dosje që nuk i takonin, po gjithsesi ja ngarkoi dhe atë detyrë. Altin Dumani bëri një institucion i cili krijoi një standard, krijoi cilësinë, macin e cilësisë. Zoti Braho ka vështirësi shumë herë më të madhe se zoti Dumani, sepse e ka një standard cilësie. Ai minimalisht do jetë sforcë e madhe që minimalisht ta mbajë atë standard cilësie në cilësinë që e mbajti zoti Dumani institucionin, në pavarësinë që e mbajti zoti Dumani institucionin dhe në perceptimin që i krijoi qytetarëve shqiptar te SPAK-u. Pastaj është detyra e tij për ta çuar më lart. Çfarë do thotë më lart? Të jetë më proaktiv në hetime, të jetë më i shpejt në konkluzione, të jetë më i shpejt në gjykim, dhe kjo është detyra e zotit Braho. Është shumë herë më e vështirë se ajo që kishte zoti Dumani, sepse zoti Dumani e mori një institucion i cili praktikisht sa ishte ndërtuar me vështirësitë e tij dhe e çoi në nivel shumë të lartë. Tani për ta çuar në nivelin më të lartë se zoti Dumani, duhet sakrificë 10 herë më e madhe, duhet punë 10 herë më e madhe. Fatmirësisht themelet e këtij institucioni janë çndosha dhe ajo që ka thënë zoti Braho në platformën e tij është që konsolidimi i këtij institucioni mbas zotit Braho që mos përmendet më se kush është drejtuesi. Por njerëzit kanë perceptimin e institucionit, që drejtuesi të jetë thjesht një menaxher. Po është tamam kështu, se kam përshtypjen se edhe dikton thojza çështjen. Pra kush do marri kë në këtë kuptim, që të jemi qartë. Shiko, është kështu apo jo? Unë po të them që zoti Dumani
realisht ka bërë një punë të cilët disa e kanë kritikuar, po mendoj që i ka shërbyer shumë krijimit të institucionit. Që do të thotë, ka qenë pjesë grupit prokurorëve për çdo çështje të madhe, për çdo çështje të rëndësishme. Kjo e ka sjellur që gjithë konflikte ose të gjithë problematika ti kundrejtohet zotit Dumani. Edhe prokurori tjetër që ishte në grupin e hetimit, tjetë më i lehtë, tjetë më i relaksuar nga sulmet politike ose nga influencat e këtyre grupeve kriminale, dhe të bëj punën më cilësore të mundshme, i pa influencuar nga këto presionet jashtme. Edhe të gjithë nxehtësinë ose të gjithë sulmin e ka ngrënë zoti Dumani. Ka qenë ai targeti dhe i politikës edhe i grupeve kriminale. Mendoj që kjo praktik ka rezultuar e suksesshme, por kjo praktik ka një tmet të madhe, që njerëzit nuk i njohin këta prokuror. Domethënë shumë prej jush që jeni, se ne i njohim dhe i dim sepse jemi në përdyrë të gjykatave, por shumë prej jush i njohin si emra. Ndërkohë aty në ato intervista pat njerëzit, pat individet, pat shqetësimet, se ata janë njerëz, janë familjarë, janë kryefamiljarë, janë prindër. Edhe ata kanë të njëjtat probleme siç ka çdo qytetar sot. Edhe ishte një rast shumë i mirë që qytetarët shqiptar pa njeriu. Ne kemi një prokurore që ishte kandidate, e cila është nën, dhe është një në mbrojtje, por është një prokurore e hekurt. Po si s'mori asnjë votë, Seva? Se dhe kjo është komentuar. Për te gotës që nxori bravo sa po ul në tavolinë. Po gota është se është dhe turpshme në fakt që vetëm në institucionet në Shqipëri, jo vetë të themi diçka tjetër. Nuk sjellin gotë. Të sillin bidona dhe të pishin nga shishe, kupton. Ai e pa kolegun që nuk kishin asnjë gotë, gotë plastike se nuk kisha. Dakord, po kur bëhet nga një prokuror, të riqet vëmendja. Disa thanë është mas sigurie, diçka. Do kërkonte gotë atyre bien më dërgonin një gotë. Tani institucion që nuk të sjell gotë, vetëm Shqipëri ndodh, me thënë drejtë, institucion kushtetues. Po përveç kësaj, Zoja nuk mori asnjë votë. Zoti Berisha tha e tmerrshme që ndodhi diçka e tillë. Edhe kur e thot zoti Berisha është e vërtetë. Çfarë do të thotë kjo, më fal tani se ç'kuptim ka. Tani aty ti do zgjedhësh atë më të preferuarin. Po tani mund të marrësh herën tjetër, mund të kandidoj zonja herën tjetër, mund të marrë 11 vota herën tjetër. Çfarë do të thotë që është një institucion feminist, ç'kuptim ka kjo? Tani aty zgjedh më i preferuari. Dhe ata kanë menduar që projekti i zotit Brau ishte më i pëlqyeri dhe ata kanë votuar projektin e zotit Brau. Për ty ishte i duri? Mendoj se për ata që kërkojnë qytetar shqiptar të ishte duri, unë kam kohë që e them, po mendoj që ishte duri sepse pavarësisht punës të shkëlqyer që ka bërë zoti Xholi në drejtimin e strukturës kundër krimit organizuar e gjitha me radhë, është punë e shkëlqyer që ka bërë, është për të përshëndetur te ajo në drejtim. Mendoj që struktura dhe drejtimi i ardhshëm i strukturës do të jetë totalisht mbi luftën ndaj korrupsionit. Është një fenomen, unë po them që nuk besoj që do zhduket ndonjëherë, po të them që është fenomen problematik në shoqërinë shqiptare. Bravo ka edhe ekspertizët. Sepse është drejtuesi i seksionit të antikorrupsionit. Edhe fakti që do jetë drejtuesi i institucionit në të ardhmen, mendoj që do jetë shumë i fokusuar në luftë dhe në platformën e tij ai e bëri të qartë. Patjetër që krimi organizuar ka rëndësi të jashtëzakonshme, po është një luftë e vazhdueshme. Lufta kundër krimit organizuar, sa kohë të jetë shteti shqiptar në këmbë, aq kohë do jetë dhe lufta ndaj krimit organizuar. Nuk ka shoqëri sot në botë që nuk ka luftë ndaj krimit organizuar. Ndërsa lufta ndaj fenomenit korrupsionit është ajo që duhet të jetë e shpejtë, efektive dhe më në fund të ndryshojë edhe mentalitetin e qytetarëve. Këto para të korrupsionit do ta kthehen? Kthehen shteti shqiptar. Janë kthyer mjaftueshëm deri tani? Asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Edhe nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës që meqense çdo para e marrë për qytetar mund t'i kthehet. Qytetarët këtë thonë, madje është bërë gati e zakonshme, 1 vit, 2 vjet e bëj edhe unë, po t'i kem ato parat, po lekët nuk po na kthehen. Nëse do ta banalizonin me thojza fare bisedën e zakonshme të qytetarëve. Tani te platforma që mbajti zonja Musa Belliu tha që në disa raste tha nuk e kemi hapur edhe hetimin pasuror. Domethënë në pjesën më të madhe ja kemi nisur paralelisht me hetimin
për veprën penale, kemi nisur dhe hetimin pastoror. Në raste tjera tha, në disa raste edhe jo. Fakti është që unë besoj që me drejtimin e ri, këto dy procedime do jenë të një prioritet. Të një koshme dhe të një trashme në dyja, edhe hetimi veprës penale dhe hetimi pasurisë. Se nuk është bërë deri tani dhe sa e vështirë është që të realizohet, Sefa? Po du të kuptoni që BKH-ja vetëm para 2 vjetësh është plotësuar me numrin e kërkuar, tani do shtojnë dhe 24 më duket hetues të rinj do vijnë në 100 hetues të rinj. Mendoj që kjo do japi prioritet shumë të madh dhe hetimeve dhe garancisë që do ketë dhe seriozitet që do ketë hetimi brenda SPAK-ut. Fakt që edhe drejtuesi i ri tha që me shtimin e numrit të oficerëve të BKH-s, në disa raste nuk do kemi nevojë më as për policinë e shtetit. Pa di komente në fakt negative lidhje me këtë. U duk sikur do ta nxirrte jashtë loje, sikur nuk do ta përfillte, sikur nuk ka besueshmëri. Është kështu? Kush është alarmante për SPAK-un apo alarmante për drejt? Alarmante për funksionimin e shtetit. Tani një strukturë e posaçme që anashkalon, që nuk bën pjesë të procesit sa e policinë. Si arreston FBI në Amerikë? Arreston vetë? Apo i arreston me policinë? Nuk e di këtë. E kontes. Po pra, bashkëpunim a do mendja? Në Amerikë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, FBI-a është dhe një forcë operacionale. Ka dhe grupet e veta të ndryrë shpejti, ka gjitha, sepse është strukturë shumë komplekse. Jemi në këtë pikë po thua? Po patjetër. Funksioni është ajo. Domethënë është ngritur në imazhin dhe në qëllimi që ka FBI-a. Në FBI-s. FBI-s. Pra policia nuk do të jetë më pjesë e operacioneve. Po mund të jetë patjetër kur ka operacione të rrezikshmërisë lart patjetër. Jo, dakord. Çfarë lexove nga deklarata e zotit Brau, flas. Lexova që SPAK-u do jetë nga që nuk ka besim, nuk do të marr pjesë. Lexova që SPAK-u në disa raste do jetë i pavarur në ushtrimin, nuk do varet nga një forcë tjetër sigurie, siç është policia e shtetit. Pra nuk ka lidhje me atë që thonë dhe Dumani, që shpeshherë na dhe konspirojnë edhe tjera si këto. Po patjetër më se, të shko, në asnjë vend botës nuk ka ndërhyrje kriminale në polici. Domethënë ka edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka ndërhyrje kriminale në radhët e forcave të sigurisë. Kjo është normale, është shoqëria e tillë, është ndërtuar e tillë. Tani ne nuk mund të kemi raste absolutizmi, themi që nuk ka, në Shqipëri nuk ka ndërhyrje, nuk ndodh. Problemi është, a është shqetësuese, a është në ato nivele që e kriminalizon të gjithë strukturën, apo jo? Ky është problemi. Këtë do të realizojmë. Po individ të caktuar që do ketë lidhje me strukturë kriminale, patjetër që do ketë, sepse është natyra e tillë. Ndërsa, me një strukturë më të kontrolluar, që edhe me zgjedhjen e zotit Joni Keta tani besoj do ketë një koordinim dhe një bashkëveprim shumë herë më të suksesshëm midis SPAK dhe BKH-s. Mendoj që me rritjen e numrit do kemi disa operacione të cilat nuk kanë nevojë të policisë shtetit. Për shembull, mund të jetë arrestimi ose ndalimi i zyrtarëve të lartë, të cilët s'ke pse e lajmëron policinë e shtetit, por kryhet nga oficerët e policisë, nga oficerët e BKH-s, ose për shembull ruajtja, mbikëqyrja, ruajtja fizike e grupeve struktura kriminale, të cilët mund të ketë probleme për shembull për të konspirim, edhe i bën vetë me oficerët e vet. Seva, faleminderit. Faleminderit juve, kënaqësi. Shkëputemi për vetëm fare pak minuta publicitet, do të rikthehemi, patjetër do të ndjekim politikën, aktualitetin politik, por do të vijmë edhe me rajonin edhe tjera si këto, vetëm pas pak. Jingle mix, jingle max, the